Numri 1 i ekzekutivit Hristijan Mickoski deklaroi sot se duhet të rregullohet çështja e të dhënave të qytetarëve që mblidhen nga ana e sistemit Safe City, duke pranuar se ky sistem nuk është i përsosur dhe se për këtë është diskutuar edhe në takimin e fundit koordinativ me udhëheqësinë e MPB-s, por ai tha se do të duhet një periudhë e caktuar pas zbatimit të sistemit për të rregulluar të gjitha mangësitë që do t'i vërejmë gjatë implementimit. Duhet të ketë protokolle, por shumë çështje duhet të kemi protokolle. E kemi biseduar dje. Gjatë implementimit do të vërejmë se shumë gjëra mungojnë. Në të vërtetë, askush nuk ka qenë i përsosur 100% me njëherë kur ka zbatuar këtë projekt. Është logjike që në 3 deri 6 muaj të ardhshëm të kemi harmonizime të caktuara, por gjithashtu atë që do ta përsëris. Mua më gëzon fakti që kemi arritur aspektin human të këtij projektit, ndërsa ai është më pak viktima si pasojë e aksidenteve në trafik. Në lidhje me miratimin e ligjeve për shkelje që kanë të bëjnë me sistemin Safe City, Mickoski tha se pavarësisht pasigurisë rreth mbështetjes nga LSTDM, është e rëndësishme që ky sistem tashmë po i arrin qëllimet e tij themelore dhe po ndihmon në mbrojtjen e jetëve njerëzore. Kjo do të thotë që qytetarët e respektojnë këtë projekt dhe kjo është dëshmi se ligjet mund të respektohen. Jam i lumtur që kjo po ndodh dhe dua t'i falenderoj qytetarët, shoferët dhe t'u bëj thirrje të jenë të ndërgjegjshëm. Kujtojmë se lideri i LSDM-s Venko Filipshe të shtunën duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve për këtë temë, tha se mbështesin ligjet që lidhen me sigurinë në trafik, por se fillimisht duhet që në kuvend të zhvillohet diskutim mbi lartësinë e dënimeve dhe të dhënat e qytetarëve që mbledh sistemi i ri në trafik.